Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Serena dhe jam 28 vjeçe. Për shumë vite kam mbajtur për brenda një pasiguri që nuk e kam treguar pothuajse tek asnjë njeri. Nga jashtë dukem si një vajzë e zakonshme, punoj, dal me shoqet, qesh dhe përpiqem të jetoj jetën si gjithë të tjerët. Por brenda meje shpesh kam ndjerë sikur nuk jam mjaftueshëm e mirë. Kjo ndjenjë filloi që në rinin time të hershme, kur isha në gjimnaz, shoqet e mia filluan të flisnin shumë për lidhjet, për djemt, për marrëdhëniet. Ishin biseda që për ta dukeshin shumë të thjeshta, por për mua shpesh krijonin një ndjenjë sikleti. Jo sepse nuk isha kurioze, përkundrazi, edhe unë kisha dëshirat dhe emocionet e mia si çdo vajzë tjetër. Por sa herë që filloja një lidhje, përfundoja duke u ndjerë e pasigurt. Partneri im i parë ishte një djalë nga universiteti. Në fillim gjithçka dukej shumë mirë. Dilnim shpesh, flisnim për orë të tëra dhe më dukej sikur më në fund kisha gjetur dikë që më kuptonte. Me kalimin e kohës, fillova të vëre se ai po bëj më i ftohtë. Fillimisht mendova se ishte thjesht stres nga studimet ose nga puna. Por një mbrëmje ai më tha diçka që më mbeti gjatë në mendje. Ti je shumë person i mirë si njeri, por ndonjëherë dukesh sikur nuk je rehat me veten. Në atë moment nuk dija çfarë të thoja. Ndoshta ai kishte të drejtë, sepse e vërteta ishte gjithmonë që unë kam qenë shumë kritike me veten time. Çdo detaj më dukej sikur duhej të ishte perfekt. Çdo pasiguri më dukej si një problem i madh. Pas asaj lidhje kaloi pak kohë derisa fillova të takoja dikë tjetër. Edhe ai ishte një djalë i mirë, por historia përsëri nuk zgjati shumë. Pas disa përvojave të tilla, fillova të mendoj se ndoshta problemi ishte tek unë. Fillova të krahasoja veten me vajza të tjera. Më dukej sikur ato kishin më shumë vetbesim, më shumë qetësi dhe më shumë siguri në marrëdhënie. Unë shpesh ndihesha sikur po përpiqesha shumë për të qenë e mjaftueshme. Një ditë vendosa të flas me një shoqe shumë të afërt për këto ndjenja. Ajo më dëgjoi me shumë vëmendje dhe pastaj më tha diçka që nuk e harroj kurrë. Sara, ndonjëherë problemi nuk është se nuk je e mirë, problemi është se ti je veten shumë më ashpër se sa të shohin të tjerët. Ajo fjali më bëri të reflektoj shumë. Fillova të kuptoj se ndoshta për shumë vite kisha qenë e ashpër me veten time. Kisha kërkuar perfeksion aty ku në të vërtetë mjaftonte të isha vetvetja. Tashmë jam 28 vjeç dhe ende jam duke mësuar të kem më shumë besim tek vetja. E di që nuk jam perfekte, askush nuk është, por po përpiqem të kuptoj se vlera ime nuk varet nga krahasimet me të tjerët apo nga mendimet e njerëzve që kalojnë në jetën time. Në fund të fundit, gjëja më e rëndësishme është të ndihesh mirë me veten tënde, dhe ky është një proces që ndonjëherë kërkon shumë kohë.